Po mendoni për të organizuar një udhëtim të shkurtër dhe një nga destinacionet që unë do t'ju sugjeroja me bindje për të parë një nga qytetet më të bukura të Evropës është Budapesti. Qëndroni me mua në këtë video sepse do t'ju tregoj çdo kosto dhe çdo shpenzim për sa i përket udhëtimit ton 3 ditor në Budapest në Hungari. Ne i kemi rezervuar biletat e avionit shumë kohë më përpara, ndoshta 3 muaj, dhe na kushtuan për 3 persona rreth 90 euro vajtja ardhje. Sot është ditë e shtunë, ora është 14 dhe ne jemi nisur për në aeroportin e Tiranës pasi fluturimi është në orën 16. Shpenzimi i dytë është parkingu i makinës në aeroport, pasi ne vendosëm që të marrim makinën tonë dhe mos shkojmë dhe të kthehemi me taksi, për shkak se kostot janë aty dhe ndoshta është më komode që të përdorim makinën tonë. 1200 lek ose 12 euro kushtoi parkimi në Rinas për 4 ditë. Nxitojmë pak pasi jemi në limitet e kohës dhe ja ku mbërritëm. Nuk e di pse, por sa herë udhëtoj jashtë, kjo rruga gjerpërore më kujton kohën kur luaja Snake në telefonat Nokia të para 20 viteve. Shumë udhëtar dhe shumë radhë, dhe pas kontrollit ja ku mbërritëm tek porta e pritjes. Gjejmë një tavolinë tek një nga baret dhe presim të bëjmë embarkimin. Këto 2 shishe të ujit kushtuan 360 lek. 10 euro kemi shpenzuar për të aktivizuar internetin, kemi 5 giga për 10 euro dhe 1 giga falas dhe do ta përdorim në gjithë Europën. Ne do shkojmë vetëm në Budapest, kështu që e instalojmë së bashku Super SIM, kemi provuar këtë. Në fakt kam lexuar shumë komente që shfaqin pakënaqësi për përdorimin e eSIM, por realisht ditë ju them që nuk është ashtu pasi unë kisha një eksperiencë shumë pozitive. E rëndësishme është të ndiqni me rigorozitet hapat e instalimit dhe me pak fjalë funksionon shumë mirë, madje edhe me internet 5G. Dhe me thirrjen e fundit bëhemi gati të hipim në avion pasi u mbush dhe do të na zënë vendet. Avioni vërtet ishte plot me shqiptarë dhe të huaj dhe pas 1 ore 30 minutash ja ku mbërritëm. Hoteli që rezervuam ishte Danubius Astoria dhe për 3 net qëndrimi kushtoi 280 euro me mëngjes të përfshirë. Harrova t'ju them që nga aeroporti Budapestit deri këtu paguam autobusin 10 euro. Kjo është edhe dhoma, po ju prezantoj tani përpara se rrëmuja të bëhet shoqja jonë e ngushtë. Pjesa më e bukur e dhomës është ky balkoni këtu, po ju lë që ta shijoni pamjen. Nuk kemi ardhur për gjumë, por për qef, edhe pse jemi pak të lodhur, dalim të shohim që bëhet në Budapest. Sot është data 1 mars dhe kemi ardhur në Budapest, është shumë ftohtë në fakt, frynjëherë e ftohtë, dhe jemi në një nga 9 urat kryesore të qytetit që bashkon Budën dhe Pestin. Më pas vizituam edhe një nga rrugët më të famshme të qytetit, Váci utca. Një nga rrugët ku ka aktivitet më të madh për sa i përket bareve, restoranteve, dyqaneve e tjera me radhë. Megjithatë të bën përshtypje bukuria e godinave përreth që janë karakteristike dhe nga ana tjetër sa herë që shkoj vizitoj një shtet apo një qytet evropian, më bëj të mendoj që si ka mundësi që i kanë ruajtur
me kaq fanatizëm godinat dhe të shkuarat e tyre historike. Kjo rrugë është një zonë vetme për këmbësorët dhe një nga vendet më të mira për të bërë shopping ose për të shijuar një kafe në një nga lokalet tradicionale hungareze. €20 shpenzuam për darkën në McDonald's. Pas një xhire të shpejtë edhe të shkurtër nëpër qytet, në Budapest pra, vendosëm që të kthehemi në hotel për shkak se edhe jemi të lodhur, edhe këmbët s'po na mbajnë më, dhe na duhet të pushojmë për të patur energji të reja për ditën e nesërme. Shihemi nesër. Është mëngjes, është pak ftohtë dhe po nisemi për të vizituar kështjellën mbi kodrën Buda, që shikon pjesën e qytetit dhe është mbi lumin Danub. Mos harroni të shkoqni para, pasi është më mirë të përdorni monedhën vendase forinta dhe bëni kujdes se hungarezët u afusin. Hyrat e change-u, i thash më thy €200, shiqom dha. 20.000, 40.000, 60.000, shkruja, 160, 160, 162, 164, 166, 168. Tani, si thu, ma futi apo ja futa? E lëm shkrimtarin e njohur hungarez Gjula Krudi në vetmin e tij dhe ikim drejt Kodrës se na pret kështjella. Kalojmë mbi urën Elisabeta, perëndesha e njohur me emrin Sisi ose gruaja e perandorit Franz Josef I Parë. Ndërsa në majtë të kësaj kodre ngrihet edhe shtatorja e Gerald Sagredo, një peshkop dhe misionar italian që luajti një rol kyç në përhapjen e krishtërimit në Hungari gjatë shekullit të 11. Jemi në zonën e Budës, pra Budapest, por desha të theksoj që ndarja historike e Budës dhe Pestit daton në rreth viteve 1873 dhe Buda dhe Pesti kanë qenë historikisht dy qytete të ndara dhe të vendosura në dy anët e lumit Danub. Pas bashkimit, sigurisht që në Pest, pjesa që ishte më e sheshtë e kryeqytetit, u ndërtua dhe qyteti modern, siç mund të quhet në historinë e kryeqytetit hungarez. Ndërsa Buda mbajti atë pjesë të trashëgimisë dhe të historisë së Budapestit. Ja ku mbërritëm në Buda Castle, një kompleks historik madhështor në Budapest, i ndërtuar fillimisht në shekullin e 13. Dikur kjo rezidencë ishte e mbretërve hungarez, por sot strehon Muzeun Kombëtar të Hungarisë, Galerinë Kombëtare dhe Bibliotekën Sejçeni. Por ne do të vizitojmë një tjetër bibliotekë. Kështjella ofron një pamje spektakolare të Danubit dhe qytetit. Si mendoni, mos duhet të shpenzojmë ndonjë lek? Ka ardhur koha për një kafe dhe paguam €13. Me qëra fjala tek lekët, hyrja në kështjellë ishte pa pagesë.
Besoj se po i mbani shënim kostot. Bëhuni gati se tani do t'ju tregoj një super eksperiencë. Do të ngjitemi lart me trenin panoramik. Bileta këtu kushtonte 15 euro për person dhe ne paguam 30 pasi fëmijët e kanë qyl. Herë nga prindrit e herë nga vendi që vizitojnë. Një milion turist i kam numëru vetëm unë sot. Po e ndaloj numërimin e turistave, kam ngel ke 1 milion që se po vazhdova, kam frikë se shtohen. Dhe jo për në i gjë, po kam hallë se s'na vinë Shqipëri. Ne jemi familje Nepsalinç dhe vendosëm ta provojmë cheesecake. 1.5 euro kushtonte. Hello, guys. That's chimney in the roof. Shpenzuam edhe 8 euro në minimarket pasi në duen energji. Do të shohim bastionin e peshkatarëve. Kesh. Pas shpinës time është edhe një nga kishat më të bukura në Hungari, është kisha Matias në Budapest brenda kalas së Budës pra, dhe në krah të kishës Matias është edhe Fisherman Bastion, që në fakt është e karakterizuar nga 7 kulla që simbolizojnë përveç të shkuarës së Hungarisë, por edhe 7 fiset që kanë themeluar këtë shtet. Për të ngjitur te ky balkoni që kishte një super pamje, paguam 10 euro për 2 persona. Fëmiu përsëri qyl. Fisherman's Bastion është një strukturë ikonike në Budapest, e ndërtuar mes viteve 1895-1902, në stilin neogotik dhe neoromantik. Emri i tij lidhet me komunitetin e peshkatarëve të mesjetës, të cilët supozohet se mbronin këtë pjesë të mureve të qytetit, me 7 kullat e tij që, siç ju thash, simbolizojnë 7 fiset themeluese hungareze, dhe sot është një nga atraksionet më të vizituara në Budapest.
nëse vendosni që të bëni një guid në Budapest, sigurisht duhet llogarisni që një ditë ju duhet që të paktën të vizitoni Kalan Buda, kështjellën Buda pra, që është shumë e madhe praktikisht, dhe Fisherman's Bastion. Dhe tani ne do shkojmë të pimë një kafe me kafshët, jo në kopsh zoologjik. Ndërsa kjo është një tjetër ure bukur e ndërtuar mes viteve 1839-1849, ura e zinxhirëve, simbol i Budapestit, pasi është edhe ura e parë e përhershme mbi lumin Danub, duke lidhur Budën me Pestin. U projektua nga një inxhinier anglez që nuk ja mbaj mend emrin, por ka një strukturë elegante prej hekuri dhe 2 statuja madhështore luanësh në hyrje. Kjo urë është njëkohësisht edhe një ndër urat më ikonike në Evropë. Jemi pak të lodhur dhe na duhet një taksi. Jemi 1.5 km larg dhe do të shkojmë tek Zoo Coffee. Ja dhe taksinë e gjetëm dhe paguam 5 euro. Dhe faktikisht duhet me hap xhamat se na zuri, se ky shoferi nuk e di çka ka pi. Ja ku mbërritëm, por duhet keni parasysh që nëse vendosni të vizitoni këtë kafene, duhet të rezervoni. Rekomandohet që të rezervoni 3 ose 4 ditë përpara, pasi kafeneja është shumë e populluar. Zoo Cafe është një kafe unike në Budapest që ofrohet për dashamirësit e kafshëve. Është e vendosur në zemër të qytetit dhe ofron një ambient të veçantë ku vizitorët mund të shijojnë pije, ëmbëlsira dhe ushqime të shoqëruara me shoqërinë e kafshëve të ndryshme. Për ata që janë me agjërim ose që nuk duan të konsumojnë, duhet të paguajnë 5 euro për person. Kafsha e parë që na shoqëroi ishte ky kameleoni që duhet ta mbaje me duar gjatë gjithë kohës. Pas kameleonit, kamarieri na solli një gjarë për bjond. Sigurisht që për çdo kafshë që të sillnin në tavolinë, edhe të orientonin për mënyrën se si duhet sillesh me to. Pancake? Yeah. You can pat him on the spine. Please don't touch the sides of the stomach and don't let him escape. Maybe he will try. If he starts to move, block his sight of you with your hands or with the menus and stop him. You can also pull him back by the shoulders or push him here. But be careful, he can jump. Don't let him. Nuk e di nëse jemi apo si jemi me fat, po ky Lepurushi, shoku i një tavolinës, sa po ndoti. Tani ka ardhur momenti që të bëjmë një xhiro me varg. Rezervuam biletat dhe paguam 30 euro për një xhiro në lumin Danub. Shkojmë të gjejmë varkën. Ishte shumë turist, pjesa më e madhe ishin italianë, sepse i dëgjoja teksa flisnin dhe bëja sikur nuk kuptoj italisht, por edhe përshtypjet e tyre për Budapestin ishin shumë të mira. Do t'ju sugjeroj që të mos e humbisni edhe këtë eksperiencë, pasi qyteti dukej shumë bukur i ndriçuar në mbrëmje, sidomos parlamenti hungarez, të cilin do ta shohim nga afër edhe gjatë ditës. Do shkojmë të shohim kafen më të famshme dhe më të bukur në botë. Në fakt është kafe, por njëkohësisht edhe shërbehet restorant. Do darkojmë aty. Edhe këtu duhet vini me rezervim, ne kishim rezervuar 10 ditë para dhe kishte vetëm një tavolinë të lirë, në orën 10 të mbrëmjes.
York Cafe në Budapest është një nga kafenet më të bukura dhe më historike, siç ju thash, në botë dhe është e vendosur në një ndërtesë luksoze neorilindase. Ajo është një simbol i kulturës dhe elegancës hungareze dhe në fakt u inaugurua në vitin 1894 si pjesë e New York Palace. Arkitektura ka një dizajn mahnitës me kolona të dekoruara, tavane me piktura dhe lampadar luksoz. Ka qenë vend takimi për shkrimtar, artist apo intelektual hungarez gjatë shekullit të 20 dhe sot është një destinacion turistik i njohur ku vizitorët mund të shijojnë një kafe tradicionale hungareze, ëmbëlsira, madje edhe ushqim. Megjithatë, çmimet këtu janë pak më të larta se sa mesatarja e kafeneve të zakonshme dhe shpesh quhet kafeneja më e bukur në botë dhe është një vend ideal për ata që duan të përjetojnë atmosferën aristokrate të Budapestit. Ambienti s'ka nevojë për komente, shërbimi dhe ushqimi mund them se ishte i mirë, ndërsa çmimet shith dhe shkruaj. Por vërtet që ja vlen. Ne porositëm nga një gotë verë, pasta, gulash, pjata tradicionale e hungarezve dhe personalisht gulashi nuk më pëlqeu. Në fakt duhet bëni kujdes nëse vini të vizitoni Budapestin, sepse shpesh herë njerëzit edhe abuzojnë pak. Me pak fjalë donte me na e fut kamarieri, po mua s'më futi dot. Jo rregëlt nga balkoni i hotelit në ditën e tretë në Budapest. Zbresim të konsumojmë mëngjesin që ishte thuajse i njëjtë në të gjitha ditët, por ishte i bollshëm. Jemi zgjuar me diell edhe sot e nisim ditën me një destinacion mjaft interesant. Do ikim të vizitojmë një nga libraritë ose bibliotekat më të njohura të Budapestit, Librari Ervin Szabo. Është një nga drejtuesit e parë të kësaj librarie të hapur në vitin 1905. Shkojmë ta vizitojmë dhe do t'ju tregoj nëse vërtet është kaq interesante dhe kaq e bukur sa të gjithë të tjerët e thonë. Për të shkuar tek libraria ne përdorëm transportin individual, 02-shin, këmbët pra, pasi hoteli që kishim ishte në një pikë shumë të mirë dhe nuk na duhej të shpenzojmë para për transport. Hyrja këtu kushtonte 5 euro për person, 10 në total. Kjo bibliotekë ofron një koleksion të pasur librash dhe ambiente studimi. Vizitorët këtu mund të shijojnë arkitekturën madhështore të pallatit, veçanërisht në katin e 4, ku ndodhen dhomat e dekoruara me elegancë dhe pse jo t'i fusin edhe një sy gjumë për shplodhje. Biblioteka Metropolitane Ervin Szabo në Budapest është biblioteka më e madhe publike në Hungari, duke ofruar një koleksion të gjerë materialesh për lexuesit dhe studiuesit. Pallati ku është vendosur është ndërtuar në stilin neobarok në shekullin e 19 dhe shërben si ndërtesa kryesore e kësaj biblioteke. Ikim se na zuri koka nga bukuria e bibliotekës dhe shkojmë të marrim një kafe. Destinacioni i radhës është Paris Passage Cafe. Këtu shpenzuam 15 euro.
Tani do të shkojmë të vizitojmë parlamentin hungarez, por përpara se të shkojmë atje do të ndalemi edhe tek Muzeu i Këpucëve. Këpucët në Danub, një instalacion arti që përkujton viktimat hebreje të luftës së dytë botërore. Parlamenti në Budapest, në Hungari, është funksional dhe është selia e Asamblesë Kombëtare të Hungarisë. Është një nga ndërtesat më të mëdha dhe më të bukura parlamentare në botë, e ndërtuar në stilin neogotik midis viteve 1885-1904. Parlamenti hungarez përdoret për mbledhjet legjislative, por gjithashtu është edhe një atraksion i hapur turistik për turist nga e gjithë bota. Ditën e sotme do ta mbyllim me darkën. Jemi afër parlamentit dhe te ky restoranti duhet të vini me rezervim. Kemi ardhur në një restorant të veçantë tek The Magic në Budapest, ose ndryshe i njohur si The Harry Potter, dhe të porosisim. Ushqimi dhe shërbimi ishte i mirë dhe bakshishi këtu ishte i detyrueshëm. Përpara se të sillnin faturën, vinte edhe një magjistar dhe bënte numra. Si thash ti magjistarit, ne paguaj tavolinën, të bëjnë një magji. 60 euro paguam me gjithë bakshish. Do ikim të konsumojmë mëngjesin, më pas do bëjmë check-out, do bëjmë disa xhiro në qytet përsëri, do vizitojmë disa vende të tjera dhe pas dite do nisemi për në Tiranë. Jemi duke përdorur transportin publik, 1.5 euro ishte bileta për të rritur, kështu që do të shkojmë të vizitojmë kështjellën Vajda Hyniat. Kështjella Vajda Hyniat në Budapest është një nga ndërtesat më piktoreske të qytetit dhe u ndërtua në vitin 1896 për të festuar 1000 vjetorin e Hungarisë. E frymëzuar nga kështjella Hyniat në Rumani, ajo përfshin stile të ndryshme arkitekturore si gotik, barok dhe romak. Brenda kompleksit të kështjellës Vajda Hyniat në Budapest ndodhet edhe statuja Drakulës, e cila në fakt përfaqëson heroin ushtarak hungarez të shekullit të 15. Ndërsa tani është koha për aventurë. Do të shohim Budapestin nga lart. E pam nga larg dhe vendosëm të përjetojmë një eksperiencë të tillë. Bileta kushtonte 25 euro për një xhiro 20 minutëshe, ndërsa fëmijët paguanin gjysmë bilete, 62 euro gjithsej. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pas xhiros me balon, shkojmë të marrim autobusin dhe rrugës vizitojmë edhe sheshin e heroinëve në Hungari. Edhe më pas, destinacioni i fundit është 26. E zbulojmë atje se për çfarë kam fjalë. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it.
Nuk e kisha fjalën për rrugën e modës, por shkojmë të ham se na griu. Restorant 26 në Budapest është një vend i ngrohtë dhe modern, i njohur për kuzhinën bashkëkohore hungareze. Ambienti është modern dhe i ngrohtë me një dizajn minimalist dhe elegant. Muret janë të zbukuruara me elemente të thjeshta me gjelbrim, ndërsa ndriçimi i butë krijon një atmosferë relaksuese dhe komode. Edhe këtu shpenzuam 50 euro dhe këtu i vjen fundi edhe aventurës tonë në një nga qytetet më të bukura të Evropës. Nëse e pe deri në fund këtë video, ti vërtet shpenzove ndoshta 20 minuta, por kurseve të paktën 1000 euro, sepse ishe me mua në Budapest dhe vizitove shumicën e atraksioneve turistike këtu. Kështu që bëj subscribe kanalit tim në YouTube dhe më ndiq në destinacionet e tjera.